Kisha e Ristozit është një nga kishat më të vjetra në zonë. Kjo kishë daton që në mesjet rreth shekullit të 14 dhe është ndër monumentet më të hershme të kultit ortodoks në juglindje të Shqipërisë. Brendësia e saj ruan piktura murale shumë të vjetra që tregojnë skena biblike dhe kanë një rëndësi të madhe historike dhe artistike. Ndërtimi është i thjeshtë, me gur dhe përmasa të vogla, por shumë karakteristike për kishat e asaj periudhe. Kisha e Ristosit ndodhet në fshatin Mborje dhe në një zonë të qetë e me natyrë të bukur, çka e bën edhe më tërheqëse për vizitorët. Ajo është shpallur monument kulture dhe përfaqëson një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë historike dhe fetare të zonës së Korçës. Banorët e konsiderojnë atë një simbol të rëndësishëm identiteti, ndërsa vizitorët tërhiqen nga qetësia dhe natyra piktoreske që e rrethon. I ndiqni traditat ortodokse? Po, i ndjekim neve dhe festën e Ristosit që është tashi, edhe pashkët që i bëm, e të gjitha. Çfarë ka të veçantë kjo kishë? Është kisha me vjetër, thonë. E mbjellim, kujdesemi. Ju vetë si banor kujdeseni për ta mirëmbajtur? Po. Për ditën e këtuja, as gjeslem, pastrimin e bëjmë, do ditë që rinë lezi me vine të tjerë bosh nuk rinë kurë këta. Një ndër festat më të rëndësishme që kremtohet në këtë kishë është Analipsi që festohet 40 ditë pas Pashkës. Kjo festë që simbolizon ngjitjen e Zotit në qiell, njihet ndryshe si festa e Ristozit dhe shërbesa mbahet te kisha e Ristozit në Mborje.